Vrasja e kundërshtarëve ishte vetëm fillimi i një spiraleje të dhunshme që do të përfshinte disa nga emrat më të rrezikshëm të botës së krimit. Ata që dikur jetonin lirisht, të tjerë që kishin ikur nga drejtësia dhe disa që ende mbaheshin brenda mureve të burgut, të gjithë u bën pjesë e një shkreti që kishte si qëllim vetëm mbijetesën dhe hakmarrjen. Në një periudhë të gjatë, të mbushur me intriga dhe manovra të fshehta, këta njerëz punuan me një qëllim të vetëm: eliminimin e atyre që përbënin kërcënim për ta. Vrasjet u planifikuan me kujdes dhe pasion, duke u investuar miliona për t'i realizuar. Por ndodhi diçka që nuk e kishim parashikuar. Kur rreth tij po ngushtohej çdo ditë më shumë, u kuptua se më shumë se hakmarrja për miqtë e vrarë, frika për jetën e tij bëri që Ervis Martinaj të bëhej njeriu i lidhjeve më të çuditshme, duke formuar aleanca që shtriheshin nga veriu në jug. Sytë e tij, të zgjatur nga paranoja, shihnin çdo person si një mundësi për të shpëtuar. Një lëvizje e gabuar, një vendim që do të bënte të ndjente se kishte rënë në kurthin e tij dhe gjithçka do të merrte fund. I friksuar se mund të ishte ai i radhës, Martinaj, për të siguruar mbijetesën, nuk nguroi të investonte pasuri të mëdha. Qindra mijëra euro u përdorën për të gjetur dhe eliminuar ata që mund të rrezikonin. Të dhënat e SPAK tregojnë një rrjet të ndërlikuar të marrëdhënieve që Martinaj ka zhvilluar me individ që nga ana tjetër janë të njohur për lidhjet e tyre me krimin. Bisedat që ai ka pasur me figura si Gjergj Cukali, Viktori Meraj dhe Satil Nobasho janë pjesë e një imazhi që ngjan gjithnjë më shumë si një lojë frikshme e intriga, ku jetët e njerëzve janë thjesht gur shau që përdoren për të mbajtur në këmbë një sistem të tmerrshëm. Gjergj Cukali, një emër që nuk mund të harrohet në Tiranë, konsiderohej si një nga ata që drejtonin sistemin e nënës së krimit. I njohur për fuqinë dhe ndikimin e tij në rrugët e kryeqytetit, Cukali, një figurë misterioze e njohur si i forti i Myslimshyrit, tashmë është përballur me drejtësinë. Pas një periudhe të gjatë që nga koha kur ishte dënuar për një seri krimesh, ai tani po pret një vendim të rëndësishëm nga gjykata e posaçme. Akuzat që rëndojnë mbi të janë të rënda: tentativë vrasje dhe krim grupi kriminal. SPAK ka kërkuar dënimin e tij me 25 vjet burg, një dënim që mund të shkurtojë qëndrimin e tij në liri dhe të mbyllë një periudhë të errët të jetës së tij. Duke parë pas, Cukali ka arritur gjithmonë të shpëtojë në mënyrë të jashtëzakonshme nga kapaciteti i sistemit të drejtësisë. Në vitin 2017, astma bronkale e tij është përdorur si një shkak për ta nxjerrë nga burgu, një manovër që shpëtoi përkohësisht nga dënimi, por kësaj here asgjë nuk mund të ndihmojë. Pavarësisht nga shëndeti i tij dhe çdo mundësi tjetër që ka përdorur në të kaluarën për të manipuluar sistemin, ai do të qëndrojë pas hekurave, duke pritur vendimin e fundit. Përballjet e tij me autoritetet kanë qenë të vazhdueshme dhe të pasura me tension, aqsa edhe gjatë kohëve kur ai ishte i dënuar, emri i tij ka qenë gjithmonë i lidhur me lëvizje të fshehta dhe veprime që synonin destabilizimin e gjithçkaje rreth tij. Megjithatë, as kjo herë nuk do të jetë një kalvar lehtësish. Prokuroria e posaçme është më e vendosur se kurrë, dhe ky dënim mund të jetë ai që e mbyll një kapitull të errët të jetës së tij. Viktori Meraj, i njohur si i forti i Vlorës, kishte kaluar një periudhë të gjatë në burgun e Lushnjës, nga viti 1999 deri pak para arrestimit të tij në 7 dhjetor 2020. I dënuar për vrasjen e Arbem Pajës dhe Ilir Xhungës në Durrës, dy miq të Lulzim Berishës, ai u dënua fillimisht me burgim të përjetshëm. Megjithatë, në tetor të vitit 2018, gjykata e apelit të Durrësit vendosi një dënim më të lehtë, duke i caktuar 25 vite burgim. Ky vendim u shfuqizua në nëntor të vitit 2023 nga gjykata e lartë, e cila e riktheu dënimin e tij në burg të përjetshëm. Policia dhe prokuroria e konsideronin Imerajn si një nga personat më të afërt të Gazmend Brakës, një figurë e njohur në botën e krimit dhe i dënuar me burgim të përjetshëm. Aktualisht, Viktori Meraj vazhdon të ndodhet në burg. Nga ana tjetër, Satil Nobasho u arrestua më 17 shtator të vitit 2023 pas një periudhe të gjatë mbikëqyrje nga autoritetet. Ai njihej si vëllai i Tesit, një tjetër figurë e njohur e botës së krimit dhe lider i bandës së Selenicës. Basho kishte një histori arrestimesh, përfshirë një operacion të koordinuar nga Renea,
ku u kap së bashku me vëllain e tij. Vëllezërit Bashu ishin pjesë e bandës së llanajve, por që prej një kohe kishin formuar grupin e tyre kriminal që besohet se udhëhiqej nga Tesi edhe nga burgu. Ata kishin lidhje të forta me forcat të ndryshme të policisë që kishin ndihmuar në shmangjen e kapjes së tyre gjatë operacioneve të shumta. Kjo vazhdoi deri në 16 tetor 2019, kur pas një operacioni të befasishëm, ata u arrestuan. Ky aksion ishte kryer për të kapur Tesin, i kërkuar nga Italia për vrasje, ndërsa Satilno Basho akuzoi për gjobdhënie. Edhe pse u arrestua për të ekstraduar në Itali, Te Silvan Basho nuk u dërgua atje për të vuajtur dënimin e tij. Gjyqtarët e gjykatës së Florës vendosën të japin vetëm 14 vite e burgim në vend të burgimit të përjetshëm që kërkonte drejtësia italiane. Tesi ndodhet aktualisht në burg, ndërsa Satilno u lirua disa kohë para se të arrestohej. Për sa i përket marrëdhënieve të Ervis Martinajt me këta individ, është e qartë se ai kishte lidhje të ngushta me ata që her pas here orientoheshin nga burgu. Një tjetër personazh i rëndësishëm që kishte ndikim te ata ishte Emiliano Shullazi, një emër i njohur në botën e krimit, që luante një rol të rëndësishëm në drejtimin e disa aktiviteteve kriminale që përfshinin Ervis Martinajn dhe të tjerë. Lidhjet e tilla tregojnë për një rrjet të gjerë dhe të rrezikshëm, i cili operonte në një terren ku besimi dhe tradhtia ishin pjesë e përditshmërisë. Plani për të vrarë vëllezërit Duka dhe miqtë e tyre. Për të siguruar informacione në lidhje me vendodhjen e Leonard Dukës dhe lidhjeve të tij familjare e shoqërore, Ervis Martinaj ka angazhuar kushëririn e tij, djalin e Tezës, Kristos Teta. Për këtë qëllim, Teta ka angazhuar në mënyrë konstante një femër, të cilës i ka kërkuar që të krijojë njohje, ta takojë dhe të krijojë lidhje me Leonard Dukën në mënyrë që ta informojë për vendet që ai frekuenton dhe automjetet që përdor. Në datë 5 korrik 2020, Kristos Teta njofton Ervis Martinajn që Leonard Duka ka ardhur në Tiranë dhe ka kontaktuar një vajzë me qëllimin që ajo ta nxjerrë në takim 2 vajza të tjera. Në vazhdimsi ai i dërgon foto të komunikimeve që ka kryer me një vajzë, e cila me sa duket është në kontakt me Leonard Duka nëpërmjet Snapchat. Ndërsa 10 ditë më vonë, Teta e informon Martinajn se vëllezërit Duka kishin shkuar në jug bashkë me familjen. Më vonë i dërgon edhe disa komunikime që kishin kryer me një vajzë në Snapchat e Instagram, e cila i thot se Nardi është lidhur me një femër dhe se do e takoj. Martina i kërkon kushëririt të tij që të mësoj se ku ndodhej Leonardi dhe se ku do të shkonte me atë vajzën. Martina i mëtej komunikon me Eriger Smihasin në lidhje me planin për vrasjen. I kam bërë gati gjërat, kallash dhe pistolet, por nuk ka dalë sot Leonardi me atë femrën. E kemi shtyr për nesër. Është shtyr që dalë për darkë me të dhe i ka kërkuar që të marrë dhe një shoqe sepse do jenë bashkë në një shokun e tij. E kalon takimin te Silvia me atë vajzën, ndërsa unë me të tjerët jam pozicionuar tek Oslo dhe po presim informacion që do na jap ajo shoqja. Ty të kemi vëlla, të duam shumë dhe s'kemi rrugë tjetër. Asgjë tjetër nuk më intereson. Kam shumë dëshirë që të isha aty, që të gjuaja edhe vetë. Uroj që të shkojmë në bar, se pastaj iku dhe fshihem në Greqi. Ajo vajza që takohet me Leonardin, një vetëm personin që quhet Besi. Nuk njeri tjetër. Nuk ja kam treguar emrin. I kam thënë që çuna do ta mbajnë mirë. Kush është tjetër në tavolinë sot? Është Nardi dhe 2 vajzat. Janë të ulura te restoranti i peshkut. Me çfarë komunikon ti me atë vajzën? A ka dini ajo që Nardit mund t'i gjuajnë? Pardje, i kam thënë hajde te lokali se ishte dhe Leksi. Ndërsa, tani janë vetëm në tavolinë dhe janë 2 qerra jashtë. Mbas mesnatë Ervis Martinaj e pyet nëse vajza në fjalë do të flinte aty dhe Teta i dërgon foto të komunikimeve në Snapchat, ku ajo i shpjegonte se ishte me Leonard Dukën dhe nuk fliste dot. Ndërkohë Kristos Teta i kërkonte asaj që të shikonte se me çfarë makinesh do largohen, dhe ajo i shkruan që Leonard Duka dhe Alex Ndreka, që në fakt vajza e njihte me emrin Tani, ishin larguar me një Mercedes ML. Në vazhdimsi ata planifikojnë mundësinë e vendosjes së një GPS-i te ky automjet. Në datë 28 korrik 2020, Ervis Martinaj komunikon me Gjergj Cukalin dhe biseda bëhet në lidhje me Elvis Gaçajn, i cili pritet të lirohet nga burgu dhe Cukali ka planifikuar për ta vrarë në momentin që del nga burgu i Rogozhinës. Ai thot që për këtë ngjarje i nevojitej një makinë e vjedhur, 2 kalashnikov dhe një pistolet 15-qe që t'ua jepte personave me të cilët bashkëpunon për kryerjen e vrasjes.
Le të qejnë vetë makinë me ardh dhe ju shtoj 10.000 euro në pagesë, u jap 160.000 euro. Hajde të t'jap 200.000 euro dhe le ta bëjmë vetë sepse kam punë të tjera në dorë, jam duke u marrë me Nardin dhe nuk kam kohë për të humbur, po të sjell në Tiranë 200.000 euro dhe mbaj ti. Nëse e vrasin, ju jep 200, nëse nuk e vrasin, ju jep 0. Në lidhje me realizimin e kësaj vrasje, Martina i komunikon me Erigers Mihasin, të cilit i tregon se do të lirohej Elvis Gaçaj nga burgu dhe i kërkon një makinë për ta përdorur për vrasjen. Mihasi i thot se nuk kishte makinë gati, por mund të vidhte po atë natë dhe ta bënte e gati për realizimin e vrasjes. Ndërsa informon paralelisht edhe për Leonard Dukën, duke i thënë që bashkë me personin e quajtur Olsi, mund ta vrisnin para se të bëhej një vit nga vrasja e Santiago Malcos. Një ditë pasi kishim biseduar, Gjergj Cukali shkon në patok për të takuar Ervis Martinajn dhe në mbrëmje lajmëron që të nesërmen, në datë 30 korrik 2020, në orën 9 pa një çerek, Elvis Gaçaj kishte gjyqin dhe do të vendosej lirimi i tij. Martina i tregon që makina ishte gati bashkë me 2 Kalashnikov dhe një pistolet, ashtu siç e kishin kërkuar. Ditën kur Gaçaj kishte gjyqin, Martina i dërgon Cukalit kodin e Skype të Erigers Mihasit dhe i kërkon që t'i bëj ftesë dhe të flasë me të sepse ai ishte personi që do i dërgonte makinën. Ndërsa i tregon se Erigers Mihasi është shoku i tij i ngushtë, që e ka si vëlla dhe i thot është nga Ysheku. Mëtej ata bisedojnë në lidhje me saktësimin e burgut, nga do të dilte Gaçaj dhe rritjet e vigjilencës për shkak të një ngjarje të ndodhur në Elbasan. Atë mbrëmje për të cilën ata flasin, pra në 29 korrik 2020, pranë varrezave të Elbasanit, ishte vrarë Regis Runaj. Për zbardhjen e kësaj ngjarjeje policia pati një angazhim maksimal, edhe për faktin që ishte e dyta në një harë kohor të shkurtër dhe fal këtij angazhimi me forca të shtuara në terren, u arrit arrestimi autorëve. 10 ditë më pas, në prangaran 2 persona, Julian Hoxha dhe Euglen Halili, që sipas deklaratës zyrtare që policia e Elbasanit dha në ato kohë, ishin të përfshirë edhe në vrasjen e Emiliano Ramazanit në 20 korrik 2020. 2 të dyshuarit u arrestuan mëngjesin e datës 8 gusht 2020 në kuadër të operacionit të koduar Shkumbini. Nga hetimet ka rezultuar se ata dhe Regis Runaj mbrëmjen e ngjarjes kanë qenë së bashku. Pasi kanë konsumuar lëndë narkotike në një park në afërsi të varrezave të qytetit, ata janë drejtuar për në Elbasan. Në afërsi të varrezave, Halila i dyshohet se ka goditur Runaj një herë me thik nga mbrapa shpinës dhe më pas se ka goditur 26 herë të tjera duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Megjithatë, pavarësisht forcave të shumta të policisë në terren, plani i Ervis Martinajt për ekzekutimin e Elvis Gaçajt vazhdon. Madje, ai bisedon me Gjergj Cukalin dhe personat e tjerë, duke u thënë që nëse nuk arrin ta vrasin në momentin që ai del nga burgu i Rogozhinës, do ta vrasin njerëzit e tij kur Elvis Gaçaj të shkonte në Tiranë. Gjithashtu i kërkon Cukalit që të marrë me vete edhe Erigers Mihasin, duke i thënë se ai është kamikaz dhe është shumë të rim për të quajtur. Martina i thotë që do organizojnë 2 prita, që nëse ikën të parës, t'i kap targën e makinës pritës së dytë ku do të jenë ata me motor. Për këtë organizim, Ervis Martina i komunikon edhe me Erigers Mihasin, i cili shprehti pa kënaqur me punën e Cukalit, duke i thënë se i kishte shkuar vetëm me një person, sikur po shkon në plazh. Në vazhdimsi, Martina i flet me Cukalin, të cilit i thotë që po nisej edhe vetë për të shkuar në Rogozhinë me një makinë të shpejtë. Kam parë Elvis Gaçajt, kanë shkuar për ta pritur ndalje, nëna, gruaja dhe goca. Nëse ai hipen në një makinë me gocën, nuk e vrasim dot, se është gjëna, fëmia. Nëse nuk e bën ty e bëjmë ne, nuk dua t'ja di fare. Pse ç'a është koka ime që të bëj pazar ai ty? Më jep targën se i bie me pistolet fikse ose përpara se të hypi në makinë. Cukali nis targën e makinës, një Audi zi me portobagazh. Nga verifikimet në sistemin e policisë, targa që u dërgua me mesazh Martinajt i përkiste një mjeti tjetër të markës Dacia, e regjistruar në emër të një kompanie. Por nga verifikimet që ka kryer SPAK në lidhje me bashkëshorten e Ervis Gaçajt, rezultonte se ajo ka pasur të regjistruar në emrin e saj prej më shumë se një viti automjetin Audi të zi me targa që në fakt i përkisnin një makinë tjetër. Ervis Martinaj afrohet e burgu i Rogozhinës dhe takohet me Gjergj Cukalin,
i cili ishte i pozicionuar përballë derës së burgut. Elvis Kaçaj ka dalë nga burgu, është nisur drejt Kavajës. Është ulur me gocën, ndërsa gruaja u shtulur para bashkë me shoferin. Unë deri në Vorë ndjek, nuk futem dot në Tiranë. Pastaj bëj gati personat me motor. Elvis Kaçaj më duket se është ulur te krahu i shoferit, por nuk jam i sigurt. Po të mos ishte me gocën, do e kisha shplar vet. Është futur nga rruga Ndroçit. E kam makinën e tij para. Më mirë që nuk e bën bashkë me fëmijën se gjyna. Këto biseda mbështeten edhe nga verifikimet e kryera nga ana e grupit hetimor, pasi rezulton që konkretisht në atë ditë që Martina i flet me Cukalin për realizimin e vrasjes, Elvis Kaçaj është liruar nga ambientet e burgut të Rogozhinës. Të nesërmen, vijon plani për të cilin po punonin paralelisht. Ai për vrasjen e Leonard Dukës. Denis Meta njofton Elvis Martinën se ishte duke punuar për të gjetur vendodhjen e Dukës dhe se kishte informacione që lëvizte me një Audi të zi të blinduar. Po ashtu po kërkonte edhe vendodhjen e Altin Gegës. Altin Gega është një tjetër personazh i skeduar nga policia e Tiranës për çështje droge, megjithse emri i tij nuk kishte dalë shumë në skenë si personazhet e tjerë të kësaj dosje. Në shtator të vitit 2022, ati u sekuestruan 6 prona, një si shërbimi dhe sipërfaqe toke, në emër të tij dhe të prindërve, që sipas prokurorisë nuk justifikoheshin nga familja Gega. Në korrik të vitit 2021, Altin Gega u arrestua së bashku me disa persona të tjerë ku sekuestruan rreth 1.2 kg kokainë. Madje ata tentuan të ikin policisë gjatë operacionit të organizuar për arrestimin e tyre. Në atë kohë policia kishte dyshime se Gega ka pasur lidhje me grupe kriminale në Tiranë, i fokusuar kryesisht në shpërndarjen e drograve dhe transportin e kanabisit e kokainës. Sipas të dhënave të policisë, Altin Gega e kishte ushtruar këtë aktivitet edhe jashtë Shqipërisë, si në Itali, Holand, por më i fokusuar edhe në mënyrë më investive në Gjermani. Në periudhën që i referohen hetimet e SPAK, Altin Gega rezulton të jetë një person i afërt i Leonard Dukës, madje vazhdimisht ndodhi në shoqërinë e tij, duke u kthyer edhe në objektiv për t'u vrarë nga grupi Elvis Martinaj. Ashtu sikurse në një rast të datës 29 gusht të vitit 2020, kur një person që ende nuk është identifikuar, i shkruan Martinaj dhe i kërkon që ta takojë sepse një prej objektivave të tyre, që ai i referohet Tufinës, që ende nuk është e qartë nëse bëhet fjalë për Leonard Dukën apo Altin Gegën, kishte ikur në plazh. Për këtë arsye i duhej një makinë për të shkuar atje. Elvis Martinaj e drejton që të shkojë në rrugën Myslim Shyri, në afërsi të zyrave dhe të takojë një person me emrin Niku. Ky person i jep një makinë dhe ai niset menjëherë drejt plazhit. Mëtej Martinaj i thotë që të niset fillimisht me këtë mjet, pasi në vazhdimsi do i nisi një makinë tjetër. Ndërsa në 5 shtator 2020, Elvis Martinaj komunikon me Denis Metën dhe i kërkon që të vras Altin Gegën, të cilin e quajnë Tuci. Këtë ja kërkon si nder, pasi sipas tij po fliste shumë. Martinaj i ofron 200.000 euro për vrasjen e tij, duke i thënë se ka të lehtë që ta gjej, pasi takohet me të dashurën që banonte Myslim Shyri. Për të njëjtën porosi, Martinaj i komunikon edhe me Gjergj Cukalin. Cukali konfirmon që e njeh këtë person dhe bien dakord. I tregon që është në komunikim me shokun e tij për ta bërë vrasjen, por shoku ndodhet jashtë vendit dhe i duhen disa ditë që të kthehet. Në vazhdimsi, Cukali jep informacione në lidhje me Altin Gegën. I tregon që banon tek rruga Ura dhe që është bërë aksioner në një kompleks pallatësh që po ndërtohen në zonën e Freskut. Të nesërmen, Cukali i thot Martinajt që ka komunikuar me shokun e tij dhe do të niset që ai të vijë për të realizuar vrasjen. Për të vërtetuar këtë komunikim, SPA ka kryer verifikimet në sistemin e gjendjes civile, nga ku rezulton se Altin Gega banon në rrugën Myslim Keta, njësi administrative numër 4 dhe korrespondon me zonën e njohur si ish ndërmarrja rruga Ura. Në një bisedë të datës 8 shtator 2020, Denis Meta i tregon Elvis Martinajt që do të vijë djali i dajos së tij që ta takojë në lidhje me Tucin dhe do të vras pa asnjë lek, ndërsa i thotë që nëse do të dëshironte që ta respektonte, mund të bënte, por jo me para. Martinaj i thotë se nëse do ta realizojë vrasjen, atëherë do i dhurojë një apartament 150 metra katror në mes të Tiranës. Madje do t'ja mobilojë dhe do ta mbajë afër. Pak ditë më vonë, më 16 shtator, një person ende i pa identifikuar informon Martinaj në lidhje me vendodhjen e Altin Gegës
duke i thënë se ndodhej pranë një kompleksi në autostradë dhe makinën e ka lënë në lavazh. Sipas tij, kjo ishte një super mundësi për të kryer vrasjen, ndërsa më në datë 19 shtator, Denis Meta informon Martinën në lidhje me vendet që frekuentonte Erlis Duka, vëllai i Leonard Dukës. I tregon që rri në zonën e ish bllokut dhe bën xhiro me makinë, por edhe në këmbë, ndërsa në lidhje me Leonard Dukën diskutojnë që mund të strahohet në shijak. Denis Meta informon që Duka është afruar edhe me Ervis Matën, të cilit i referohen si Boli. Meta i thot se ka mundësi t'i gjej, por i kërkon mbështetje, pasi ka frikë se ngelet në burg dhe s'ka para për të dalë nga burgu. Po bëhem gati me shokun që do të vinë nga jashtë dhe do ta kryejmë tuçin. Ja kemi gjetur të gjitha vendet. Ja dim lëvizjet, me kërri edhe vendet që frekuenton. Leonard Duka i ka bërë një makinë tip Golf si dhuratë. Ervis Martina i kishte krijuar bindjen se Elvis Gaçaj, që ishte lidhje e ngushtë shoqërore Leonard Dukës, ishte i përfshirë në vrasjen e Santiago Malcos. Kjo ishte arsyeja pse Martina i donte me çdo kusht vrasjen e tij. Gaçaj është një personazh që për vite me radhë ishte konsideruar me rrezikshmëri të lartë, i arrestuar disa herë më parë, në shumë raste objekt hetimi, por edhe objektiva tentatesh me armë e eksploziv. Policia arrestoi 2 muaj pas vrasjes së Santiago Malcos, pasi kishte thyer arrestin e shtëpisë. Gaçaj u arrestua në tetor të vitit 2019 në Durrës, gjatë një ndjekje policore në bulevardin Taulantia, teksa udhëtonte bashkë me mikun e tij që drejtonte makinën dhe nuk ju bindën policisë për t'u ndalur. Gjykata e apelit të Tiranës kishte vendosur ndaj tij masën arrest shtëpie. Edhe në momentin e arrestimit në Durrës, Gaçaj t'u gjetën një pistolet çeke dhe 2 krëra me 26 fishek të kalibrit 9 mm. Ashtu si herën e parë, kur u arrestua në prill të vitit 2019 në Tiranë, edhe në arrestimin e fundit Gaçaj ka hedhur armën nga makina, megjithatë është sekuestruar. Për këtë vepër penale ai po kryente dënimin në burgun e Rogozhinës, ku e pritën për ta vrarë Gjert Sukali e persona të tjerë me porosi të Ervis Martinajt. Elvis Gaçaj ka qenë i dënuar për krime të rënda, vrasje e tentativë vrasje, por i hetuar edhe për trafik droge brenda dhe jashtë Shqipërisë. Është dënuar për vrasje në vitin 1992, pasi kur ishte adoleshent vrau me thik shokun e tij. Duke e goditur në njërën kofsh, i preu arterien kryesore dhe përpasoi bashkëmoshatari i tij gjeti vdekje në spital. Për këtë ngjarje ai është dënuar me 14 vjet burg, dënim të cilin e ka përfunduar disa vite para se të kthehej sërish në vëmendjen e policisë. Vetëm pak muaj pasi kishte dalë nga burgu, në vitin 2008 Gaçaj përfundoi sërish në pranga. Më 30 shtator të vitit 2008, policia e Tiranës njoftonte se kishte kryer arrestimin e tij për plagosjen e një personi më 26 korrik të atij viti. Përveç arrestimeve të her pas hershme, Elvis Gaçaj u ka shpëtuar edhe disa herë atentateve. Ashtu sikurse i shpëtoi edhe organizimi të kryer nga Ervis Martinaj dhe njerëzit e tij në vitin 2020. Në një ngjarje të datës 1 tetor 2015, pranë lulishtes 1 maj në Tiranë, ai mbeti i plagosur, ndërsa u vran 2 miqtë e tij, një vajzë dhe një djalë. Por për Elvis Gaçajn, ky atentat nuk ishte i pari. Në 2 vjet ai u kishte shpëtuar edhe 2 atentateve të tjera, por ndryshe nga ai 1 tetorit 2015, sulmet e mëparshme për ta eliminuar ishin kryer me eksploziv. Në të parin, u plagos lehtë nga shpërthimi një sasi e tritoli në makinë. Atentati i dytë mbeti në tentativë, pasi shpërthimi i lëndës plasëse nuk u realizua. Ndërsa mbrëmjen e 1 tetorit 2015 autorët e provuan me armë zjarri. Plumbat e nisur për Gaçajn i morën jetën të dashurës së tij dhe 22 vjeçarit që punonte për të. Ai vetë shpëtoi me 2 plagë të lehta në shpatull dhe në dorë, ndonse në vend ngjarje u gjetën 29 gëzhoja. Në makinën tip BMW, ku ndodheshin 4 persona, shoqja e viktimës Aurora Oksian, Eda, shpëtoi pas një gërvishtje. I dashuri i saj Elvis Gaçaj, që ishte në timon u plagos me 2 plumba. Pasagjeri që ndodhi në sëndiljen pas saj, Kevin Rugova, u vra nga 2 plumba. Ervis Martinaj ofron 300.000 euro për doqen. Hakmarrja për mikun e vrarë, por edhe paranoja se armiqt po planifikonin ekzekutimin e tij, nuk e linin të qetë Ervis Martinajn. Ai ishte gati të paguante vrasjen e vrasësit, por edhe të kujtdo që ishte pranë tij.
Në këtë rast ai po planifikonte eliminimin e Fatmir Hysenit, i njohur si Doqja. Për këtë ngjarje ai hyn në kontakt me Viktori Merin, deri në momentin që ai arrestohet dhe më pas me Satil Nobashun, vëllain e të fortit të Selenicës. Ervis Martina i ofronte 250.000 euro për Fatmir Hysenin dhe nga 50 për këdo që ishte afër tij. Sipas dosjes së SPAK, në lidhje me këtë episod duket qartë që Ervis Martinaj është i interesuar për vrasjen e Fatmir Hysenit dhe çdo personi tjetër që i vjen në ndihmë atij. Martinaj kishte krijuar bindjen se Doqja dhe Leonard Duka, në bashkëpunim me lidhjet e tyre, më 27 gusht 2019 kishin kryer vrasjen e Santiago Malcos, që ishte në lidhje ngushtë e tij. Me qëllim që të merrte hak për vrasjen e Malcos dhe parandalimin e ndonjë ngjarje të mundshme kriminale ndaj tij, Ervis Martinaj është angazhuar për vrasjen e Fatmir Hysenit. Për të realizuar këtë vrasje, ai ka kontaktuar kundrejt pagesës Viktori Merajn dhe Satil Nobashun. Në datë 30 qershor 2020, Ervis Martinaj komunikon me Viktori Merajn për organizimin e vrasjes së Doqjes. E kam gjetë çdo gjë. Për punë ditësh do bëhet ashtu siç duhet. Kur të duash, një fugon ta bëjmë gati plot me sopata dhe kosa. Nëse do të më duhet, do të them, por një makinë pa letra do më bënte shumë punë, se atje ka shumë kamera. E do makinë për të djegur apo për vëzhgim? E dua për të djegur, se për vëzhgim e kam. Një person i pa identifikuar i ka shkruar Martinajt se i Merej i ka kërkuar që ta ndihmojë për të kaluar kufirin drejt Maqedonisë dhe të futet nga Kosova pa regjistruar sepse do të kryejë një vrasje. Nga ana e prokurorisë së posaçme është verifikuar sistemi Teams për hyrje-daljet e Viktori Merajt, i njohur edhe me mbiemrin Bajraktari, dhe rezulton se ai ka dalë nga territori i Shqipërisë më 16 shtator 2020 nga Qafthana dhe ka hyrë nga Morina më datë 11 tetor 2020 si këmbësor. Më 27 shtator, Martina i komunikon sërish me Merajn dhe për vrasjen e djalit të xhaxhait të Fatmir Hysenit. Viktori Merej i dërgon një fotografi të një personi duke i shpjeguar që ishte kushëriri i Hysenit. Është djali i xhaxhait Doqës, dhe në momentin që largohet policia, do të mbarojmë punë. Ky është personi që ndihmon në çdo gjë Doqën. I dërgon para dhe bën lëvizje për të. Na duhet patjetër, por vetëm me kujdes. Të nesërmen ata bisedojnë sërish për të njëjtin qëllim. I Merej i komunikon Martinajt se kishte planifikuar që ta kryente vrasjen brenda javës, por e kishte shtyr pasi në ato kohë pa pasur shumë kontrolle policia në Vlorë. Brenda javës do të mbarojmë punë, sa të largohet pak policia, sepse kanë plan masash, të ka shumë kontrolle. Me çfarë merret ky që më niste foto? A e mban mend? Ky është personi që ecën me Doqën. Po baban e Doqës a e gjejmë dot? Nuk e ka këtu. E ka shit shtëpinë dhe ka ikur se jemi futur në shtëpi. Ky quhet Armando Hyseni dhe është kushëriri i Doqës. Ne kemi informacion që atë shokun e kanë vrarë nipat e Doqës. A keni djeni se kush janë nipat e tij dhe Igli Mema dhe Gentian Dautaj? Këta si tip nipa që ka, dhe një tjetër nip që ta kam nis me foto e ka në Spanjë. Kur të bëhet çuni i xhaxhait, do takohemi vetëm unë dhe ti që të rim dhe do të ndihmoj me çdo gjë që të afrosh njerëz dhe ti shkrim. Në dosjen e SPAK thuhet se Ervis Martinaj e ka suportuar Viktori Merajn, duke i dhënë informacione që kishte siguruar nga lidhjet e tij në policinë e shtetit, me qëllim shmangjen nga arrestimet. Më datë 4 dhjetor 2020, Martina i dërgoni Merajt disa foto nga komunikimet në WhatsApp me një punonjës policie. Nga komunikimet vihet re që punonjësi i policisë e pyet nëse e njihte Viktori Merajn dhe Martina i përgjigjet se i kishte shok. Policia thot që të lajmëroi që të zhdukej pasi po e kërkonin për të arrestuar dhe të bënte kujdes se ishte në përgjim. Ervis Martinaj e informoni Merajn edhe pse nuk ishin të qartë fillimisht për arsyen pse kërkoi arrestimi i tij. Madje në vazhdimsi i dërgon edhe biseda. Në 7 dhjetor Martinaj i dërgon disa biseda të tjera, ku punonjësi i policisë i thoshte se kishin shkuar grupe të tjera në Vlorë për të kapur Viktori Merajn. Në orët e pasdites, nga Sky ECC i Merajt me Martina i komunikon një person që i prezantohet si nipi i tij, i cili tregon se Viktori ishte brenda të drejtoria e policisë së Vlorës pasi shkoi bashkë me avokatin. Ai tregonte se i kishin marrë në lidhje me një vrasje të ndodhur në vitin 2005. Të nesërmen, nipi i Merajt i dërgon foto të vendimit të caktimit të masës së sigurisë dhe i tregon që e akuzonin për vrasjen e Vajdin Lames.
Pas arrestimit të Viktori Merajt, plani për vrasjen e Fatmir Hysenit shtyhet për një moment tjetër, ndërsa disa muaj më vonë, konkretisht në 6 mars 2021, në skendel një tjetër personazh, po nga Vlora, Satil Nobasho. Ervis Martina i nis komunikimet me të, për të nisur ekzekutimin e planit që mbeti pezu. Nesër mund ta kapim atë që biseduam sepse kemi informacion. Tani, në këtë moment, jam me persona që do të vrasin Doçen. Sa paguan ti për to? Do t'u jap 250 kur të futet Doçja në tokë dhe 50 shtesë për çdo që është me të. Do të njoftoj para se të dalë në televizor. Është organizuar nga 6 persona, me 2 makina dhe 4 kryeqyzjarë, të gjithë kallash, me çyt metalike. Rëndësika që të dalë me sukses sepse nëse shpëton na humbet dhe nuk e kapim dot më. Të nesërmen, Basho i bën me dije Martinajt se nuk e kishte realizuar do të vrasjen, pasi Doçja e kishte shtyr takimin. Nuk bëhet dot sot, sepse nuk vajti atje ku ishte për të vajtur, por do të bëhet, sepse do shkojnë të takojnë një djalë, dhe ai do të na jap 100%. E kisha për të vajtur sot, por e ka shtyr në fundjavës që vjen. Për të dokumentuar aktivitetin kriminal të Satil Nobashos, SPA ka verifikuar edhe komunikimet e tjera që ai ka kryer, ku në mes bie në sy komunikimet me Emiliano Shullazin, i cili ndodhet në burg. Nga biseda, prokuroria ka vënë në re bashkëpunimin e tyre me qëllim lokalizimin e Fatmir Hysenit, Armando Sulejmanit dhe personave të tjerë të lidhur me ta. Nga konteksti i bisedave vjet e re që Emiliano Shullazi ka dyshime se këta 2 persona janë përfshirë në vrasjen e Edison Harizajt, ngjarja ndodhur në 6 nëntor 2018 në Durrës. Harizaj njeh ndryshe si Edison Faqedjeguri, apo edhe Edisoni i 7 pallateve në Vlorë. Vrasja e tij ndodhi në zonën e plazhit, në rrugën e njohur si rruga e Çamave, dhe nga të shtënat mbeti i plagosur dhe miku i tij Genci Caci. Automjeti tip Audi, në të cilin udhëtonin Edison Harizaj dhe Genci Caci, u qellua me breshëri Kallashnikovi. 39 vjeçari Edison Harizaj ka qenë i skeduar se i përfshirë në disa ngjarje kriminale në vend. Ai ka qenë krau i djathtë i Emiliano Shullazit dhe ka qenë i dënuar me 10 vjet e burg për vrasje, dënim që i kishte përfunduar në vitin 2010. Njërin duhet ta marrim peng, që ta dim kush qëllon, dhe ta dim se ku të trokasin pastaj. Ku ma gjën do të Doçen. Me Bashon ai shkëmben mesazhe në prill të vitit 2020, duke biseduar edhe për çështje të tjera, siç ishte vrasja e Leonard Dukës, pasi sipas Shullazit do të merrnin pagesë të mirë. Por sipas tij, fillimisht duhet të mbyllte problemet me gjyqin, pasi në ato kohë Satil Nobasho ndodhej në mas arrest shtëpie. Ky është Nardi Duka nga Tirana. Thonë që rrinë në Spanjë. Kemi çuna që bën gjën andej? Nuk e di për adresën, por po e gjetem e marrim aty. Mbaro këtë arrestin një herë. Pastaj këtej nga Durrësi bëjmë ndonjë gjë. Jam dobët me informacionat aty. Po s'po çaj dot. S'po dalin fare pisat. Nga komunikimet që kryej në datë 17 dhe 18 maj 2020, Shullazi dhe Basho diskutojnë në lidhje me automjetet që t'i përdorim në vrasje. Diskutojnë në lidhje me gjetjen e një furgoni, ambulancë dhe një Range Rover, që ta lyejnë në ngjyrë të bardhë të ngjashme me makinat e policisë. Duhet kapur ai, Qipuri, të tregoj se kush ka gjuajtur. Duhet me marrë vesh se kush gjuan. Duhet me gjetë atë që ka gjuajtur vllon, se s'ban. Pra ti thua që Qipuri me vllon e Buzderrit kanë gjuajtur? Në vazhdim, Shullazi e pyet edhe për Durim Bamin. Me atë Durim Bamin, ai është nga Fushkruja. Di ndonjë që ka muhabet andej nga Vlora? Se për atë mbushin 1 milion euro. Këtë muhabet e bëj me ty dhe nuk dua ta marr vesh njëri se që flasim bashkë. Durbamit pret në bes, duke ngrënë edhe buk. Ai ka 100 hasper dhe do bëj fest policia. As nuk do e kërkoj njeri atë si muhabet. Po hiq arrestin një herë, se kam rëbun atje që ta afroj. Bylla gjyqin që ti t'jesh vetëm në lëvizje për këtej nga Durrësi, apo nuk kalon do të qarkun e Vlorës ti. Vlla, Tirana është pak problem, ama sa kalon Kazajtarjan, nuk e rrun kush. Andej, nga kam hallun, nuk kalon policia, vetëm një herë në ditë kalon. Nga bisedat e përgjuara, të paktën deri në këtë fazë të hetimeve, rezultojnë atentate të dështuara. Disa prej emrave që shfaqen në komunikimet e Sky, të lidhur me shërbimin e Ervis Martinajt apo dhe të individëve të tjerë, janë vrarë pas periudhës që SPA ka dokumentuar në dosje. Megjithatë, ajo që duket më domethënëse është siguria e këtyre personave kur diskutojnë për ngjarje të caktuara.
Ata flasin me një siguri të tillë për vrasjet, saqë duket se disa prej tyre e dim përfundimisht se kush i ka realizuar. Ndoshta, edhe policia e ka iden, por për të, ato ngelen pa autor në dosje. Për kriminalët, nuk është e nevojshme të ketë prova shkencore për të marrë vendimin përfundimtar. Dënimi me vdekje është gjithmonë i drejtë për drejtë, i mbështetur në një kod të fshehtë dhe të pamëshirshëm. Por për organet e rendit, indicjet nuk janë mjaftueshëm për të mbyllur rastet, dhe kështu ato mbeten të fshehura në përsirtar. Ndoshta, pas kësaj hapësire kohore dhe pas këtyre informacioneve të fundit të dalë nga bisedat e errëta të botës së krimit të organizuar, SPAK mund të ketë mundësinë t'i kërkojë policisë të sjellë prova të reja dhe më të forta për të pasur një rezultat konkret. Në këtë moment, kur mira komunikime në SKA janë analizuar dhe janë në proces vlerësimi, mund të vijë dhe ndriçimi i ngjarjes më të diskutuar të 2 viteve të fundit. Zhduke Nervis Martinajt. Sipas të dhënave të marra nga bisedat e tij, paranoja e tij duket se ka qenë e justifikuar. Ai besonte se shumë persona, të afërt dhe kundërshtar, ishin bashkuar për ta eliminuar. Por a ja kanë arritur ata? Kjo përgjigje mund të gjendet në qindra mira biseda që tani janë pjesë e dosjes së SPAK, duke hapur mundësi që të zbulohet e vërteta që ka qëndruar e fshehur për kaq gjatë.